Enver Hoxha zhduku ajkën e kombit shqiptar, ku ishin familjet e mëdha, të cilët ishin sakrifikuar me vite, me breza etj etj, ky i zhduku dhe i shuti. Jo vetëm intelektual, edhe shtëpiat e para, të cilët kishin dhënë, sot nuk ishin shtëpiat para për të ngallë kot, po ato kanë thënë gjak për ekzistencën e kombit. Dhe kanë prirë gjithmonë masat popullore në luftë kundra pushtuesve, qofshin ato nga më të ndryshme siç kanë kaluar nëpër gadishullin ton ilirik, jo ballkanik, se ballkanik e quajnë to. Pra, dhe kjo e quajtja e emrit ballkanik nuk është gjë tjetër vetëm tjetërsim i vetdijes tonë kombëtare. Pra, këto në gjitha format, po mundohen që ta tjetërsojnë, ta zhbëjnë domethënë. Gjatë gjithë periudhës historike të ekzistencës tonë. Kush nga këta ka punuar më fort për të keqen dhe për shuarin e kombit shqiptar? Po shiko, e di si është problemi? Ne shikojmë gjithmonë skenën. Ju tha 200 vite, pra është punuar shumë vite më herët, po të 200 vite fundi, domethënë është punuar më fort. Qysh mbas revolucionit francez, domethënë që e din gjithë se e quajnë konspiracion, marrin e fuqisë bankare etj etj. Në konspiracionin. Po këta e kanë vendosur si luajtë termë. Sepse gjithmonë kur hasin tek e vërteta këto i thonë është konspiracion. A ke parasysh problemi është me fjalë. Ne e dimë që shoqërinë njerëzore e komandon ekonomia. Në momentin që ti ke bankat, ke këto, ti vendos. Dhe po të shikosh, dhe vendosja e, po themi, liderëve, qoftë botnor, qoftë Shqipëni, qoftë kudo, do me thonë, bëhet në përzyra. Ti do bësh fjallavje kryeministër në Shqipëni, ti do bësh kryeministër në Amerikë. Urojmë që edhe kjo protestë më shkoj aty tek zyrat. Si ka mundësi që të gjithë çka kanë qenë këto liderat e fundit të Shqipërisë vinë gjithë nga Franca? A ka diçka kjo? Ka një lidhje, le të themi? Po, tash gjonat janë botë lezetshme. Po, prandaj po them. Dakor, ti ke artistë të mëdhenj të botës etj që thotë boll ma thot, çdo gjë është e lezetshme, kupton. Dhe aty në domethënë nuk është rastësi. Rastësi mund të jetë një herë, a ke parasysh? Po jo rastësi kur ty të vinë për shemb disa lidera direkt të projektuar nga aty. Nga aty, po. Edhe unë jo më larg po dëgjova për shemb fjallavje para ca ditësh kam dëgjuar në një nga këto emisione që merresh me këto arkivet dhe me këto, që thotë që Partinë Komuniste thotë e formoi thotë Britania e Madhe. Pra është formuar nga anglezët. Ne na e kanë thonë që kanë formuar Miladin Popović apo Jugosllavi. Pra ti shiko, unë personalisht për shembull, unë shikoj që mbas popullit serb. Populli serb është viktimë valla si na. Po, se është politika që është politika që është tynë, po tash mbas popullit serb. Edhe mbas qeverisë serbe, janë disa të tjerë që i çajnë këto punë. Ti po të kesh parasysh po themi ligjin e luftës që mbajmë këto me Greqinë. Me Greqinë, po. Shumë vetë thotë që Greqia se hek ligjin e luftës. Nuk është Greqia, janë disa përtej Greqisë. Sepse po të heqi ligjin e luftës ndërmjet nesh dhe Greqisë, ne gjem gjakun, gjem njëri tjetrin tek grekët, sepse ato janë shqiptar, po ai sa edhe ne. Dhe për mos me shku te kjo vetdije pra, se kush jemi ne, se kjo pastaj na çon atje matan që themi që shkojmë duke zbrit poshtë në shkallaren e historisë dhe dalim deri tek filozofët e mëdhenj të antikitetit etj, të cilët kishin idetë e tyre, kishin gjakun ton, gjakun shqiptar. Pra ne duhet na shkëpuzim nga kjo lloj vetdije dhe e gjitha kjo luftë është për shkak të kësaj vetdije. Pse ti mendon ti se s'paska ishuj bota me marr ajo zonja për shembull me marr, po çfarë sy vjen me marr Sezana? Po pra, po si me shujt cop që ta shuajnë Shqipërinë dhe mos ketë më ekzistencë shqiptarësh dhe Shqipënia. Kjo është e gjitha.